Në konferencën ndërqeveritare me Malin e Zi, për mbylljen e kapitullit 21, i cili lidhet me rrjetet trans-evropiane, komisionerja Kos deklaroi se është koha që të fillojë diskutimi për traktatin e pranimit të këtij shteti në familjen evropiane. Komisioni Evropian është aktualisht në fazën përfundimtare të përgatitjes së draftit të traktatit të antarësimit të Malit të Zi. Bisedimet mes nesh kanë hyrë në vitin e fundit. Hapi tjetër është përcaktimi i masave mbrojtëse që na duhen për të siguruar që shtetet e ardhshme anëtare të respektojnë angazhimet e tyre edhe pas antarësimit. Ky është një mësim i rëndësishëm i nxjerr nga procesi i zgjerimit në të kaluarën, shprehet komisionerja Marta Kos. Edhe zëvendës ministrja kipriote për çështjet evropiane, Marilena Rauna, u angazhua që sa më shpejt të jetë mundur të hartohet traktati i pranimit të Malit të Zi në BE. Ne po punojmë që të arrihet objektivi i Malit të Zi për të mbyllur në kohë sa më të shkurtër kapitujt e mbetur të negociatave. Paralelisht me këtë, është prioritet për presidencën kipriote të krijojmë sa më shpejt të jetë mundur grupin punues për traktatin e antarësimit të Malit të Zi, shton Marilena Rauna, zë ministre për çështjet evropiane e Kiprës. Ne po bëjmë gjithçka për të mbyllur të gjithë grup kapitujt e negociatave, duke miratuar një legjislacion voluminoz. Jam optimist që këtë vit do të shënojmë histori suksesi. Besojmë se do të kemi mbështetjen e opozitës për këtë proces, sepse ka të bëjë me të ardhmen evropiane të vendit. Ndaj jemi të hapur për çdo bashkëpunim me ta, shprehet Milojko Spajić, kryeministër i Malit të Zi. Me mbylljen e kapitullit 21, Mali të Zi i mbetet të mbyll edhe 19 nga 33 kapituj për të përfunduar procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian me ratifikimin e traktatit nga 27 shtetet anëtare. Qeveria malazeze synon të arrijë këtë objektiv brenda vitit 2028.